Partia Popullore Evropiane ka dorëzuar në Parlamentin Evropian 26 amendamente në raportin e 2025-s për Shqipërinë, duke theksuar mangësitë sistematike në zgjedhje, drejtësi dhe qeverisje. Raporti propozuar në drejtimin e reporterit për Shqipërinë, Andreas Schieder, nxjerr në pa dështimet serioze të qeverisë shqiptare në fusha kyç si zgjedhjet e drejtësia, duke u ndalur edhe tek çështja Balluku dhe bllokimi që maxhoranca i bëri drejtësisë në kuvend. Raporti thekson se pa reforma të thella dhe të pakthyeshme, Shqipëria rrezikon të humbas besueshmërinë tek Bashkimi Evropian. Duke u ndalur te zgjedhjet, evidentohet mungesa e kushteve të pabarabarta për opozitën dhe pretendime për blerje votash. Sipas dokumentit, mungesa e ndarjes së qartë midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake minon konkurrencën dhe besimin e qytetarëve. Ka mangësi sistematike dhe të përsëritura dhe shqetësime në lidhje me fushën e pabarabartë mes partive, keq përdorimin e burimeve administrative, akuzat për blerjen e votave dhe presionin mbi votuesit. Shqetësim në lidhje me raportet për presion mbi punonjësit e administratës publike dhe votuesit e tjerë, si dhe rastet e intimidimit, mungesa e një ndarje të qartë midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake dëmton konkurrencën e barabartë. Raporti kërkon një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar, si dhe zbatim efektiv të ligjit, ndërsa shpreh shqetësimin për mohimin e të drejtave kushtetuese të opozitës në kuvend. Qeveria dhe opozita të ndjekin në mënyrë konstruktive dhe gjithëpërfshirëse një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore dhe të zbatojnë plotësisht rekomandimet e paadresuara të OSBE ODIHR dhe Komisionit të Venecias, shumë kohë përpara cikleve të ardhshme zgjedhore. Konsensusi i gjerë politik dhe zbatimi i vërtet janë thelbësore për të siguruar besimin e publikut në zgjedhjet e ardhshme. Një demokraci funksionale kërkon pjesëmarrjen kuptim plot të opozitës në procedurat parlamentare, merr parasysh ndryshimet e njëanshme në strukturën dhe përbërjen e komisioneve parlamentare të miratuara pa konsensus të gjerë politik, shqetësim në lidhje me kufizimet e raportuara në iniciativat e opozitës, thirrje për garanci të forcuara procedurale për të siguruar shqyrtim gjithëpërfshirës, shqyrtim efektiv të ekzekutivit dhe respekt të plot për pluralizmin parlamentar. Duke u ndalur tek drejtësia, raporti përshkruan sfidat e gjyqësorit, ku thekson se korrupsioni i nivelit të lartë mbetet shqetësim kryesor. Eurodeputetët kërkojnë zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe institucioneve të drejtësisë dhe bëjnë thirrje për një gjyqësor të pavarur, ndërsa në qendër të shqetësimeve është bllokimi i drejtësisë për imunitetin e Ballukut. Respektimi i vendimeve gjyqësore përfundimtare përbën një detyrim themelor brenda një sistemi demokratik funksional. Mbrojtja e pavarësisë së gjyqësorit mbetet thelbësore për sundimin e ligjit, së bashku me përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar më tej llogaridhënien, cilësinë dhe efikasitetin e gjyqësorit. Imuniteti parlamentar përbën pjesë të kuadrit ligjor kushtetues të artuar për të siguruar funksionimin e dur të institucioneve demokratike. Çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret në mënyrë strikte në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe procedurat e përcaktuara ligjore, pa ndërhyrje politike. Lufta e vazhdueshme kundër korrupsionit mbetet një përparësi themelore në procesin e antarësimit në BE dhe se zbatimi i plot i legjislacionit, sigurimi i burimeve të mjaftueshme të institucioneve të drejtësisë dhe lidershipi politik sipas shembullit janë thelbësore për të ruajtur momentumin e reformave. Në qendër të vëmendjes është edhe akshi, mungesa e transparencës dhe kontrollit në prokurimet publike. Ka shqetësim në lidhje me qeverisje dhe mbikëqyrjen e rregullimeve në fushën e infrastrukturës publike digjitale dhe menaxhimit të prokurimit publik, duke përfshirë rolin e agjencive digjitale të centralizuara. Duhet mbikëqyrje të forcuar parlamentare, auditime të pavarura dhe transparencë të plot në procedurat e prokurimit publik, me qëllim sigurimin e përputhshmërisë me standardet e BE-s mbi konkurrencën, mbrojtjen e të dhënave dhe luftën kundër korrupsionit. Raporti evidenton përkeqësimin e lirisë së medias, centralizimin e pronësisë dhe presionin ekonomik mbi gazetarët. Në përfundim, përmes amendamenteve të paraqitura nga grupi PPS, eurodeputetët bëjnë thirrje për veprim të menjëhershëm nga autoritetet shqiptare, reformë gjithëpërfshirëse, depolitizim të administratës, luftë kundër korrupsionit dhe transparencë të plot në prokurimet publike, duke paralajmëruar se perspektiva e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian mbetet në rrezik pa këto ndërhyrje.